Vendosja mund të merro 2-3% ose DDK-ja ka merro për një 2-3 deputet. PDK-ja ka me qenë një 3-4 në rritje. Pyetja e zgjedhjet e 7 qershorit. Të di më mision shumë vit. Nuk e di, nga kemi dalë me marrë opinionin e qytetarëve. Ka me qenë praktësisht përqindja e njëjtë, edhe se s'mund të thonë çka po, praktësisht ka me qenë përqindja e njëjtë tek ne jo. Hajde për shembull, me vendosja. Vendosja mund të merro 2-3% ose 2-3% më shumë. Do me thonë margjën e gabimit e ki 2-3% anej, 2-3% kënej. Po. Okej, LDK-ja edhe kjo njëjtë? DDK-ja ka merro për një 2-3 deputet. Ka me ra? Po. I pa 13% ashtë po thua dhe ma shumë? Jo, 15 i ka. DDK 15 i ka. 15% i ka pas? Po, mund të Ka merro pas 15 deputet me 13%. Po, jo, 3 më pak. Ta shkëm i pas 12 deputet. Po, Pse? pse Edhe pse është vjosa tash? edhe qëllimi ndaj pozitës kanë qenë pasiv ndaj gjithë kryetarit, apo ndaj ju është. PDK-ja ka me qenë një 3-4 në rritje. Në rritje. Do me thonë që atat LDK si i merë Po, PDK-ja. PDK-ja. AK-ja? Akoja qatë aset votojnë këtat Dogagjinit. Do me thonë atat 5-6%. 5 deputet. 5 deputet. Po, qatë, më shumë së mund. Në regull, i ndërëm fajnë shumë knaci. Përshëndes, respekt.